Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, mos I hidhni gjethet e lakrës, përdorini në këtë mënyrë dhe do shëroni këto sëmundje. Lakra është një nga perimet më të lashta që është rritur në tokë. Kjo perime nuk mungon në kuzhinat shqiptare ashtu si në mbar botën. Ajo nuk prishet lehtë në krahasim me frutat dhe perimet e tjera dhe mund të qëndrojë gjatë në temperatura të ndryshme. Lakra është një nga perimet më të forta që njeriu e përdor kundër qelizave të dëmshme. Lakra është e pasur me fiber, vitaminë C dhe K. Kompresat me lakër kundër inflamacionit të gjirit dhe këmbës. Kjo perime është një shëruese e madhe. Një recetë e lashtë evropiane rekomandon pirjen e një gote me lëng lakre në ditë për një sër sëmundjesh. Lakra gjithashtu gjen një përdorim të gjerë tek femrat të cilat kanë probleme me gjirin. Kompresat me lakër të ftohtë përdoren nga femrat të cilat janë nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale. Femrat të cilat vuajnë nga ëndja apo inflamacioni I gjirit, nënat lëhon të cilat duan të ndërpresin ushqyerjen e fëmijës me gji. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben më së miri si një kompres e ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra qetëson atë, por edhe zbut dhimbjet dhe ëndjet. Këto kompresa të ftohta mbahen për plot 20 minuta dhe gjithë procedura përsëritet derisa gjiri të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës kundër ëndjes dhe dhimbjeve nuk vlen vetëm për gjirin, ato rekomandohen edhe për zona të tjera të trupit, siç është këmba. Nëse këmba juaj është prekur nga inflamacioni që shkakton dhimbje dhe ëndje, atëherë duhet ta mbështillni me gjethe lakre të ngrohtë. Në këtë rast, zgjidhni lakër të kuqe e cila përmban substanca më të forta antiinflamatore. Udhëzimet: hiqeni gjethen e lakrës dhe këputeni kërcellin e trash. Shtypeni pak gjethen për ta sheshuar dhe për të nxjerrë lëngjet natyrale të saj. Më pas, gjethen e lakrës mbështilleni me letër kuzhine dhe ngroheni pak në mikrovalë ose në furrë. Pasi të jetë ngrohur, vendoseni gjethen e lakrës në zonën e lënduar dhe mbështilleni me një garz të pastër. Këmbën duhet ta mbani pakës të ngritur. Kompresa me gjethe lakre duhet mbajtur për 1 orë dhe duhet përsëritur 2 ose 3 herë brenda ditës. Lakra ka një efekt të dobishëm në të gjithë trupin e njeriut. Ajo stimulon butësisht punën e stomakut dhe zorrëve, shëron mukozat, normalizon mikroflorën e zorrëve dhe ndihmon në asimilimin e proteinave. Jo gjithmonë ka nevojë të gatuhet për të përfituar nga vetitë e saj të pabesueshme. Ne këtu do t'ju tregojmë se si ju ta përdorni lakrën për të trajtuar dhimbjet e kyçeve. Gjethet e lakrës kanë një efekt analgjezik, kështu që përdoret gjerësisht për shërimin e patologjisë së nyjeve. Lakra lehtëson në dhimbjen pa pasur nevojë për ilaçe. Njerëzit të cilët e kanë provuar e konfirmojnë se është një metodë efektive. Në qoftë se ju keni ëndje të indeve të buta rreth kyçeve, lakra mundet gjithashtu t'ju ndihmojë për shkak të vetive antiinflamatore. Përveç kësaj, mundet të aktivizojë qarkullimin e gjakut në nyjet e prekura. Pra parandalon në dhimbjet. Si ta përdorni lakrën? Ky trajtim nuk është as pak I komplikuar. Merrni një gjethe të mesme lakre dhe lajini me kujdes. Më pas aplikojeni në vendin ku ju ndjeni dhimbje dhe ngjiteni në lëkurën tuaj. Ju mund të merrni më shumë se një gjethe në rast se do ta ndjeni të nevojshme. Pasi ta vendosni lakrën në kyçe të dëmtuara, mbështilleni me një shall prej polietileni dhe leshe të ngrohtë.
Kjo do ta bëjë procedurën akoma edhe më efektive. Mbajeni në këtë gjendje për 1 orë. Është mirë që ta vendosni atë në darkë përpara se ju të shkoni për të fjetur gjumë dhe ta hiqni në mëngjes. Efekti do të intensifikohet në qoftë se ju do të përdorni lakër me mjaltë. Gjithashtu, për shekuj me radhë ku teknologjia dhe zhvillimi i farmaceutikës nuk ishte në hapa të tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur për të kuruar sëmundje nga më të ndryshmet. Mjekësia alternative i është rikthyer sërish këtyre teknikave dhe ka zbuluar rezultate me të vërtet mbretëlënëse. Ja çfarë ndodh në qoftë se ju mbështillni pjesë të caktuara të trupit me gjethe lakre. Artriti dhe dhimbje reumatizmale. Sipas Earth Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjen e artritit dhe ato reumatizmale është duke mbështjellë kyçet e duarve, gjunjëve apo këmbët me gjethe lakre. Mbështilleni më pas këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lëreni që të veprojnë gjatë gjithë ditës. Rezultati do të vijë të re që pas javës së parë. Ndrydhja e kyçit të këmbës dhe dorës. Kujdo që i ka ndodhur të ndrydh kyçi nuk mund ta përshkruajë dhimbjen që ndjen në ato momente, edhe pse shpeshherë ju thuhet që të vini ku mbeta akulli në vendin e ndrydhur, në të vërtetë duhet ta mbështillni me gjethe lakre dhe ta lini që të pushojë. Më pas ju duhet që të ndërroni gjethe dhe ta përsërisni të njëjtin veprim gjatë gjithë ditës. Lufton infeksionet të ndryshme. Ju mundet që të kuroni infeksionet të ndryshme të lëkurës me gjethe lakre. Mirë po kujdes, në një rast të tillë, ju nuk duhet ta lidhni zonën e infektuar me gjethe lakre pasi lëkura juaj duhet të marrë frymë. Ndërrojini gjethet çdo 2 orë. Inflamacioni i gjirit. Nëse je një nënë e re dhe po ushqeni foshnjën tuaj, është e zakonshme që her pas here të keni inflamacion. Mjekët rekomandojnë që ju të vendosni një gjethe lakër në zonën e prekur, lëreni të veprojë për 20 minuta dhe shpëlajini gjoksin tuaj me ujë të ftohtë. Ju gjithashtu mund të përdorni gjethet e lakrës kur keni dhimbje menstruale, thonjë të hyrë në mish dhe gjithashtu fryrje të këmbëve dhe të gishtave. Lakra është një nga perimet e preferuara të stinës së dimrit dhe i përket llojit brassica, që përfshin brokolin, lule lakrën dhe spinaqin. Lakra gjithashtu ka disa vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Ajo është një perime e mirë për njerëzit të cilët duan që të humbasin në peshë në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan në lakër e coptuar përmban vetëm 22 kalori. Ajo mban shumë ujë dhe na mban të ngopur për më gjatë, parandalon urinë dhe mban trupin të hidratuar. Përforcon shëndetin e zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tonë mund të ndihmojë në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenolit në lakër ndihmon edhe në parandalimin e ngjitjes së trombociteve dhe redukton presionin e gjakut. Gjithashtu, lakra ndihmon në uljen e niveleve të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin e trurit dhe përmirëson tretjen, si edhe rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.